Ju, a do të jetonit në një lartësi me 50% të mungesës të oksigjenit? Kush nga ju ka dëgjuar për qytetin më të rrezikshëm në botë ku jetojnë rreth 30.000 njerëz? Tani po ju tregoj një histori të çuditshme dhe të një shqiptari që i cili gjendet aty dhe na ka treguar, përveç se ne e kemi trajtuar në emisionin tonë, na ka treguar diçka vërtet absurde. Kush është rastësisht e di bëj like faqes shihemi sërish dhe dëgjojeni me vëmendje. Në periferi të Perus me Bolivin gjendet një vend, quhet La Rinconada. La Rinconada është një vend që gjendet në lartësi 5100 metra. Po, është një qytet, pra qyteti ose vend banimi më në lartësinë më të madhe të planetit. Nuk ekziston në asnjë vend të globit një vend banim, pra me kaq njerëz, se ka edhe vendbanime më të vogla, por vendbanimi më në lartësinë më të madhe nuk ekziston, pra gjendet në Peru. Dhe e dini se përse qëndrojnë aty njerëzit? Tani po ja u tregoj. Së pari njerë duhet të dini që në Rinconada është një nga vendet më të pasura të planetit, sepse ka në çdo 100 metra ka flori, po, ar. Dhe aty ka disa tunele dhe secili ka minierën e tij. Nuk mund të futesh dot nëpër minierat pa lejen e dikujt, bile ka disa vende që ti nuk mundesh as të qëndrosh në një vend që të shikosh, sepse dini se çfarë ndodh? Po thuaj çdo ditë, si thot dhe ky zotëria, ky shqiptar që nuk mund t'ia them dot kush është, thotë që gjatë rrugës, kur aty mjaft të ulësh kokën, thotë të punosh, asgjë tjetër, sepse e të bësh punët e tua, thotë, sepse duhet të kërkosh leje, është shumë i rrezikshëm si vend, sepse gjithë vendi po thuaj për ditë gjejnë njerëz të varur në shtylla, në pemë apo gjithandej. E dëgjuat mirë. Njerëz që varen në vitin 2025. Pra, është vendi që jo vetëm është i rrezikshëm, por është i pabanueshëm për ne që mendojmë ndryshe jetën. Shikoni, La Rinconada është bërë një studim në vitin 2018. Dhe ky studim ka nxjerrë si konkluzion që ka bërë një studim vërtet shumë të detajuar, sepse ka nxjerrë si konkluzion që janë vërtet ndryshe nga njerëzit. Sepse çfarë bën lartësia e madhe? Të mbani mend që qoftë nën ujë, pra në nivelin e detit, dhe qoftë mbi ujë, mbi nivelin e detit, në lartësitë ekstreme, ka gjithmonë ekstremitete dhe të trupit njeriut. Dhe ky është një nga problemet kryesore të huajve që kur shkojnë në La Rinconada kanë probleme. Disa prej tyre vdesin, sepse kanë probleme që të ambientohen me vendin dhe ajrin që gjendet aty. Siç ju thash, La Rinconada ka 50% mungesë ajri. Mirë po kjo ka bërë, si pas studiuesve që kanë shkuar, si që thash në vitin 2018, kanë zbuluar që venat, ruazat e gjakut të këtyre që gjenden aty, që jetojnë nga prej vitesh, që janë modifikuar, pra është modifikuar gjenetikisht njeriu që gjendet aty, kanë rreth 40% më shumë ruazat kuqe gjaku në krahasim me njerëzit normal. E dini se çfarë thotë kjo? Secili prej banorëve të Rinconadës ka rreth 2 litra gjak më shumë se normalja. Dhe kjo i ka lënë studiuesit pa fjalë, sepse në një vend kaq të lartë duhet të ishte anasjelltas. Pra duhet të ishte që duke mos mundur që të kesh shumë oksigjen, ti mund të kesh probleme të rënda. Në fakt, studiuesit kanë zbuluar me anë të këtyre njerëzve, vullnetar të këtyre njerëzve, disa teste kanë zbuluar se si të parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare. Në vitin Në vitin 2021-2022, kur u mbyll çdo gjë nga problemet e pandemisë, në La Rinconada ishte një nga vendet që kishte po thuaj përqindjen më të ulët të këtij virusi. Dhe askush nuk e shpjegon se përse aty u gjetën më pak. Pati probleme, pati dhe disa që humbën jetën, por ishin shumë pak në krahasim me vendet e tjera. Dhe këtë nuk e shpjeguan dot as studiuesit. Tani, ai shqiptari që ju thash që shkoi në këtë vend, tregohet që punon në minierat e arit.
punon në minieraterit, nuk e di tani nëse është investitor, nëse ka shkuar aty ka bler ndonjë minier, nuk ma tha këtë, por çudia që më ka mbetur në kujtes është që ai tha që në 3 vite, vetëm në 3 vitet e para që ai ka qenë aty, ai thotë që pothuajse 1 në 2 ditë, 1 në 3 ditë shikon njerëz që në rrugë të vrarë. Me fjalë, kush i varur, kur në rrugë, zakonisht ata që i varin, pra kur i varin njerëzit në rrugë ose i vrasin, e bëjnë që t'ju tregojnë të tjerëve forcën, me fjalë që ose ligjin që ata bëjnë, që unë bëj ligjin dhe kjo është zona ime. Dhe si që thash, minierat janë burimi kryesor i parave, por aty ka edhe mërkur. Dhe mërkuri ka krijuar edhe një, sepse secili nga këta ka krijuar një sistem imunitar që i përballet këtyre problemeve. Duhet të dini që mërkuri është shumë i dëmshëm për trupin e njeriut. Për shembull, në disa vende kush ka punuar aty ku ka patur mërkur, ka probleme të zemrës, ka probleme të ndryshme, por kryesisht të zemrës, dhe nuk shpjegohet se si, pikërisht aty në La Rinconada, nuk kanë probleme të zemrës njerëzit që jetojnë aty. Ndoshta, sipas gjasave, është pikërisht pra ato rrozat e gjakut që kanë, ose gjithë sistemi imunitar që ka ndryshuar, dhe duke i shtuar rrozat e gjakut, duke shtuar 2 litra gjak në trupin e tyre, kjo ndoshta është trupi ka krijuar një difezë imunitare, një mbrojtje si mund të quhet. Dhe misteri i kësaj historie është që jo vetëm lartësia, jo vetëm njerëzit, por edhe studimet që janë kryer bëjnë këtë vend një nga vendet më të rrezikshme në botë dhe më të çuditshme në botë, sepse gjithë çfarë bëhet në çdo gjë, çfarë bëhet aty në Rinconada, më vjen italisht gjitha gjërat, sepse këtë e kam bërë në disa puntata, në disa kronika, kur kemi bërë konferenca dhe më vjen gjithmonë kjo, Rinconada. Dhe të më falni. Dhe po thoshja që është i gjithë çdo gjë që ndodh në La Rinconada është mister, sepse po ta vini re duke filluar si thash, shiko, në 5100 metra lartësi nuk merr dot frym. Ne për shembull, ne të mesdheut që jemi mësuar të rrim pranë detit, me ajrin e pastër të detit, me jodin e tjerë, është tepër e rrezikshme për ne. Dhe ky zotëria që ka shkuar aty është nga Shkodra, nuk është nga deti, kështu që ky shqiptari, dhe tha që fillimet e para ka patur probleme dhe shpeshherë zbriste poshtë, pastaj me kalimin e kohës, pas 3-4 vite u stabilizua aty. Megjithatë, La Rinconada mbetet vendi më i mistershëm dhe më i rrezikshëm i të gjithë planetit. Ju e njihnit këtë, kush prej jush më thot një vend të rrezikshëm, për shembull, ose në tërë shqiptare ose një vend që ka shkuar dhe e mendon si një vend të rrezikshëm. Dhe a krahasohet me La Rinconadën? Pres komentet tuaja. Hajde, kush është rastisht i gjithmonë, nëse nuk e ka bërë ende, le ti bëj like faqes, shihemi sërish dhe ju falenderit që jemi prerë bashkë. Faleminderit pafund dhe sukses e shqipe kudo që jeni.